Mirë se erdhe shigjetar I dashur apo e dashur. Do bëjmë leximin e javës për ju dhe po filloj me 3 të gurit që quhen në këtë grup letrash. Këtë javë vjen me një energji shumë të fortë të bashkëpunimit dhe ideve. 3 të gurit tregon se ose ke marrë mbështetje nga dikush ose do të marrësh. Mund të jetë në punë, në një projekt, në një lidhje ose në planin personal, shigjetari. Por këtu është pika e parë e rëndësishme për ju, mos bëj gjithçka vetë. Ti ke prirë në fakt të marrësh drejtimin, por këtë herë bashkëpunimi është çelësi I suksesit. Pastaj vjen 3 të scroll që quhet këtu. Kjo është letra e 1 paralajmërimi të butë. Kujdes kujt I tregoni idetë, planet ose të vërtetat e tua, shigjetar. Jo të gjithë që duken miqësor janë të sinqert, këtë mos e harroni. Jo të gjithë meritojnë qasje në informacionin tënd. Ka dikë që të ndjek, të vëzhgon ose të teston, jo nga admirimi, ka dikush, por nga kurioziteti dhe krahasimi. Prandaj, folni më pak dhe vëzhgoni më shumë. Faqe e spirales, që është kjo këtu, tregon se një ide re, një mundësi apo një shkëndij iniciative po vjen. Kjo mund të jetë udhëtim, projekt I ri, mesazh I papritur, kontakt me dikë interesant, ose thjesht një shtytje për të bërë diçka ndryshe, shigjetar. Energji e freskët, por jo e pjekur. Është fillim, është e vogël, por me rënd dhe drejt saj tregon që ka potencial. Një gjë e vogël, e re, një shkëndij e bukur, por që ka një potencial. Pastaj vjen mbreti I spirales dhe thot, ti e di kush je. Nuk ke nevojë të kërkosh validim, aprovim apo konfirmim tek askush. Kjo javë të fiton të jesh I qartë, I pavarur, I sigurt dhe selektiv me energjinë dhe njerëzit. Do thot të zgjedhim atë që na jep diçka të mirë, na bën të ndihemi mirë. Pra, mos I jep shumë akses njerëzve që s'kan fituar besimin tënd. Mos fol për planet, mos trego për gjërat tua, mbaj për vete dhe puno mbi to. Vendos prioritete dhe bëj zgjedhjen pa kërkuar a është e drejtë për të tjerët. Të dashur shqiptar, disa njerëz nuk duhet t'i humbasësh, por disa nuk duhet t'i lejosh të afrohen më shumë se sa duhet.